Çfarë roli mund të ketë Shqipëria e varfër në NATO në rast të një lufte në 10-vjeçarin e ardhshëm? Nga një vend periferik në hartën gjeopolitike të Europës, në një antare me të drejta të plota në aleancën më të madhe ushtarake në botë, Shqipëria ka bërë një rrugëtim të gjatë simbolik. Por çfarë vlere reale do të ketë Shqipëria, një vend i vogël dhe ekonomikisht i dobët, nëse NATO përfshihet në një luftë madhore në dekadën e ardhshme? Një Shqipëria, aleate e NATO-s, por jo fuqi ushtarake. Shqipëria ka qenë antare e NATO-s që nga viti 2009. Ky fakt i jep asaj të drejtën të përfshihet në të gjitha vendimmarrjet strategjike të aleancës dhe njëkohësisht i imponon detyrime kolektive në rast lufte. Megjithatë, roli i saj mbetet më shumë simbolik dhe logjistik sesa operacional apo strategjik për disa arsye. A kapaciteti ushtarak i kufizuar. Ushtria shqiptare është e vogël në numër dhe e kufizuar në armatim modern. Mungojnë avionet luftarak, sistemet e mbrojtjes ajrore të avancuar dhe një industri ushtarake vendore. Kapacitetet e saj në teknologji ushtarake, dron, raketa, mbrojtje kibernetike janë minimale. Buxheti i mbrojtjes. Shqipëria shpenzon rreth 1/6 të PB-s për mbrojtjen, nën kufirin e rekomanduar prej 2 nga NATO. Pjesa më e madhe e këtij buxheti shkon për mirëmbajtje dhe paga, jo për modernizim real. 2. Roli i Shqipërisë në rast lufte, realiteti praktik. A territor strategjik për NATO-n. Pozicioni gjeografik i Shqipërisë është thelbësor për NATO-n në Ballkanin Perëndimor dhe Mesdhe. Bazat në Kuçov dhe Porto Romano mund të shndërrohen në nyje logjistike për avion luftarak, stacione furnizimi apo qendra komanduese. Portet shqiptare mund të përdoren për transportin e pajisjeve dhe trupave drejt lindjes së Europës apo rajoneve konfliktuale në Mesdhe. Streh për refugjat dhe trupa aleate. Në një konflikt madhor, Shqipëria mund të ofrojë streh për civil nga vendet fqinje, Kosova, Maqedonia, Bosnja, por edhe për trupa dhe logjistik të NATO-s. Historia e vitit 1999, lufta në Kosovë, tregon se Shqipëria ka kapacitet të strehojë qindra mijëra refugjat në mënyrë emergjente. Sa kontribut simbolik i trupave në misione. Shqipëria ka kontribuar me trupa në misionet e NATO-s në Afganistan, Irak dhe Kosovë. Edhe në një luftë më të gjerë, Shqipëria mund të dërgojë kontingjente të vogla për të përfaqësuar solidaritetin e aleatëve. 3. Forca që nuk matet me armatim, politika dhe stabiliteti. A një vend i qëndrueshëm në një rajon të paqëndrueshëm. Nëse shpërthen një luftë në Europë, NATO ka interes të ruajë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, një rajon historikisht i ndjeshëm ndaj ndikimeve ruse, kineze dhe turke. Shqipëria, si një vend pro-perëndimor dhe pa konflikt të brendshëm të armatosur, mund të luajë rolin e ankorës politike në këtë rajon. Kanal diplomatik për ndikim rajonal. Shqipëria mund të shërbejë si ndërmjetëse në raportet me Kosovën, Maqedoninë e Veriut apo edhe Bosnjën, duke ndihmuar NATO-n në ruajtjen e rendit dhe koordinimin diplomatik. 4. Dobësitë e mëdha që mund ta kufizojnë rolin e Shqipërisë. A korrupsioni dhe paftësia institucionale. NATO ka kërkuar prej vitesh rritje të transparencës dhe reformë të thellë në sektorin e mbrojtjes në Shqipëri. Mungesa e kontrollit të fondeve, blerjet abuzive dhe paftësia për të krijuar një strategji të qartë mbrojtjeje janë dobësi serioze në kohë lufte. Varësia nga vendet e tjera për gjithçka. Shqipëria nuk ka asnjë pavarësi në prodhimin e municioneve, pajisjeve apo ndihmës mjekësore. Në rast të izolimit rajonal ose goditjes së furnizimeve, vendi do të përballej me një kolaps operacional të ushtrisë. Sa ekonomia e brish dhe shoqëria e polarizuar. Një ekonomi e dobët nuk mund të përballojë gjatë një përfshirje aktive në luftë. Një shoqëri me pak besim në institucione dhe media të politizuara mund të mos jetë e gatshme për sakrifica të gjata kombëtare. 5. Çfarë duhet të bëjë Shqipëria që të jetë e rëndësishme në NATO? Për të pasur një rol real dhe jo vetëm ceremonial në një luftë të mundshme të NATO-s, Shqipëria duhet të rrisë buxhetin për mbrojtjen mbi 2 të PB-s dhe të fokusohet në teknologji, cyberdefense dhe armatim modern. Forcoj partneritetin me SHRBA për stacione radarësh, qendra vëzhgimi dhe shkëmbim të informacionit të inteligjencës. Krijoj një doktrinë të re kombëtare të mbrojtjes që e përkthen antarësimin në NATO në strategji konkrete për kohë lufte. Investoj në aftësi civile për emergjenca, logjistik, spitale ushtarake, qendra për evakuim dhe mbështetje civile në rast krize. Edukoj qytetarët për rolin e tyre në kohë konflikti, përfshirë përgatitje psikologjike, mobilizim dhe vetëdije kombëtare. Në përfundim, Shqipëria s'është një fuqi, por mund të jetë e dobishme. Në rast lufte, Shqipëria nuk do të ndryshojë rrjedhën e historisë me tanke dhe avion, por ajo mund të luajë një rol të rëndësishëm si partner besnik, territor strategjik dhe faktor stabiliteti në një rajon të brishtë. Vendi ynë nuk ka luksin të jetë spektator.
Në një botë gjithnjë më të polarizuar dhe të rrezikshme, edhe një komb i vogël mund të bëjë diferencën, nëse është i përgatitur, serioz dhe i vetëdijshëm për rolin që ka zgjedhur të luajë.